Përshëndetje miqtë e mi, sot këtë podcast nuk po e bëjmë në studion ton, sot kemi ardhur në plas të Korçës, në fermën e bletëve Morava. Ndoshta një nga fermat më të mëdha që kemi ne në Shqipëri, për sa i përket mjaltit, ku prodhohet, etiketohet, ambalazhohet dhe çohet për eksport. Unë këtu kam pronarin, të kësaj firme, Eugen Skermo. Mirë thash? Shumë. Bëra gabim? Po hajde. Ku bëra gabim? Më korrigjo. Te hyrja. Te hyrja, më thuaj, ku gabova? Mjalti ambalazhohet mirë, pastaj etiketohet. Po mirë. Jo, të pjesa tjetër çfarë mendoj. Unë s'jam marrë me këto emisione, ti e di që unë s'merrem me këto. Unë thjesht erdha këtu sepse më ka bërë çudi që në Shqipëri të kemi një fermë të tillë. Unë e kam mësuar shumë vonë që këtu bëheshin të gjitha këto adete, që themin, të gjitha këto punë, për sa i përket mjaltit. Sa vjet keni që merrem me mjaltin? Me këtë punë? Gjithë jetën. Gjithë jetën. Si u gjendje ti gjithë jetën këtu? Po sepse ne kemi traditë familjare, marrjen me blet, ose bletëritjen. Duke filluar, babai ka një kohë shumë të gjatë që merret me blet. Ku ka qenë 16-17 vjeç që ka filluar, por gjithashtu edhe në familjen e kemi pas traditë. Babai vazhdon dhe sot të merret? Patjetër, 73-74 vjet dhe vazhdon të merret. E ka pasion që nuk e dorë dot nga bleta. Do me thënë ti e rritur mes bletëve? Që i vogël më ka marrë mbajmën në kohën e... Jeta jote ka kaluar mjalt. Mes mjaltit pak. Më themi mjalt. Po mirë. Nga të shikoj, më dukesh djali artikuluar kështu, flet mirë, di. Pse keni studiuar? Keni bërë shkollë? Keni studiuar? Unë kam studiuar për elektronik, faktikisht. Më pëlqente, por nuk e kam vënë asnjëherë në punë. Në punë. Do s'më është dashur asnjëherë që ta vendos pjesën e formimit të shkollës në Të ka ardhur gjunaqe? Të ka ardhur gjunaqe se ke provuar, se ke vënë në jetë? Jo, kam provuar pak në fillim pas mbarimit të shkollës, por e gjeta veten më mirë tek biznesi i familjes. Dhe duke ecur me plane dhe me ëndra për ta zhvilluar akoma më shumë, sepse ashtu kanë qenë situatat të fillimet e demokracisë në Shqipëri. Ku eksportoni mjalt? Fillimisht ne prodhojmë mjaltin në Korçë, këtu ku kemi edhe fermën, kemi bletët tona, gjithashtu ne jemi e vetmja kompani në Shqipëri që grumbullojmë mjalt nga fermerët e tjerë. Në gjithë Shqipëria? Në gjithë Shqipëria. Duke bërë kontrata me fermerët, duke analizuar produktin, kemi dhe laboratorin të kompania, duke marrë mjaltin më të mirë të fermerët, dhe këtë mjalt e ambalazhojmë dhe e shesim në tregun vendas dhe eksport. Eksport jemi të vetmi që eksportojmë nga Shqipëria mjalt. Kemi eksportuar në Amerikë, në Kosovë, në Japoni, në Kinë, në Singapur, në Angli. Kemi munduar deri diku që të... E di çfarë më bëri përshtypje? Nuk përmendet asnjë vend evropian. Problemi është se produktet me origjinë shtazore nga Shqipëria është ndaluar që të shiten në tregun e Bashkimit Evropian. Tek këto dhe mjalti. Në produktet e mishit, në produktet e mishit të qumshit nuk lejohet. Është një ligj që ndalon produktet me origjinë shtazore të shiten në Bashkimin Evropian. Dhe kjo na ka penalizuar shumë te mase produktin e mjaltit, që ne pavarësisht se kërkesave dhe pjesëmarrjes që kemi pas panajere her pas here në Gjermani, në Itali, në Francë, që kërkesat kanë qenë të mëdha, po nuk mundemi ta çojmë. Ka kërkesa, e duan mjaltin? Patjetër, shumë. Kush është mjalti që kërkojnë më shumë? Ka ndonjë specifik, një mjalt për shumë, ku diun akacie, ku diun mjalt pishe, mjalt... Në Shqipëri është e vështirë të gjesh mjaltra specifik, sepse kullotat i kemi të tilla që ne kryesisht kemi mjalt shumë lulesh. Nga zonat malore, kodrinore dhe bregdeti, që zonat e ulta që kemi ne, por kryesisht është shumë lulesh. Por natyra, flora është shumë e pasur dhe lloji i mjaltit është shumë i mirë. Abuzojnë me mjalt jo origjinal, mjalt them, dëgjom, falso. Themi kështu se mos di ta përmend. Po patjetër që abuzohet. Ka. Mjalti është një nga produktet e paragjykuara. Të gjithë klientët e paragjykojnë. Por unë gjithmonë i më shoh faktit që njerëzit duhet të njohin
atë person ose fermer që merret me blet. Do besueshmëri. Besueshmëri, mos e blen dorë mbas dore, ose do ta blen në një emër të njohur ose në një kompani të njohur. Sepse mundësia për të kapur produkt të keq ose të falsifikuar është më e vogël. Nuk është vetëm njohja dorë mbas dore ose të njohur mbas të njohurit, sepse aty ti e humb fillin e produktit. Nuk e njeh atë personin që e ka prodhuar. Dhe mund të marrësh një mjalt në bidon, në kavanoz pa etiketë, që nuk e dihet çfarë është mjalt i vjetër i ri, është mjalt që është falsifikuar, është mjalt që mund të jetë me bleta është ushqyer me sherbeta, që ti nuk e ke idenë se çfarë origjinë ka ai mjalt. Ndërsa kur merr një mjalt me etiketë nga një kompani, normalisht që ke një emër ku bazohesh edhe ku mund të kërkosh llogari nesër nëse ty nuk të pëlqen ai mjalt ose ka probleme. Ose te një person familjar, mund ta marrësh te një familjar joti që e njeh dhe ke shumë besim te ai. Mjalti është ushqim apo ilaç? Mjalti është ushqim, që duhet ta konsumosh rregullisht. Po nuk shëndosh? Jo, absolutisht jo. Po ti po ka shiqesh jo në mënyrë të moderuar, nuk mund të themi tani të hash mjalt pafund. Moderuar do të hash për ditë. Dhe është një ushqim shumë i mirë që ty të mbron, të jep energji, të mbron nga virozat, të mbron nga alergjitë, të ka shumë benefite mjalti, në krahasim me ëmbëlsirat e tjera. Ti mjaltin nuk do ta konsumosh vetëm në momentin që sëmuresh, sepse ai nuk është ilaç në atë moment. Do ta përdorësh për një kohë të gjatë ose vazhdimisht që të jesh i mbrojtur nga këto virozat ose sëmundjet që mjalti i lufton gjatë gjithë kohës. Sa mjalt mund të hajë njeriu? Nëse. Varet nga njeriu. Ka oreks. Sa oreks ka dhe sa neps ka. Nuk ka fund, mund të hajë sa të dojë dhe s'mund të hajë fare. Okej, më thyej atë kuriozitetin. Një koshere bletësh sa individ ka? Individ quhen, si quhen? Sa blet ka? Blet. Sa mund të shkojnë? Një koshere bletësh varet nga sezoni. Në kohën e verës ajo është goxha më shumë blet, mund të shkojë 60.000 deri në 80.000. Kaq shumë? Po. Sepse atëherë është në pikun e saj të fuqisë, që mbretëresha ka rritur koloninë e saj, në mënyrë që të shkojnë të marrin sa më shumë nektar dhe të sjellin mjalt në koshere për të rritur koloninë. Punojnë. Ndërsa në dimër bie. Në dimër kjo koloni mund të shkojë te 20.000, 30.000 blet. Më thënë që presupozohet blet punëtore, kryesisht, ndërsa në verë janë blet punëtore dhe meshkuj. Por në dimër bleta punëtore ose kolonia ose gjithë kjo mbretëria nuk i pranon meshkujt. Nuk i domë dhe në vjesht i nxjerrin jashtë dhe Kush na donet shkretet? Çfarë ti bësh? Po, natyra që ka vendosur. Domethënë, unë nuk e di se sa blet keni juve, sa koshere, sepse edhe ju nuk e thoni, keni edhe ato parimet tua bletërisit, nuk thon kur sa blet ka. Duke patur kaq mira blet, e ndjen veten skllav pronar që punojnë për ty? Po skllav e ndjej, po pronar jo. E ndjen? Skllav po, skllav i bletëve dhe i punës. Pa ato punojnë për ty? Ato punojnë për vete kryesisht, por ne bëjmë edhe atë që i marrim ato, mundohemi të i marrim te pricat bletët, sepse një koshere bletësh sa mjalt konsumon? Një koshere blet gjatë një viti konsumon mjaftueshëm mjalt për veten e saj, për depozitat e dimrit dhe në një vit kalendarik, ajo mund të konsumojë diku te 85 kg mjalt. 85? Po, 85 kg. Dhe ju sa i merrni asaj? Nëse është vit i mirë, ne mund t'i marrim 10 kg, maksimumi 15 kg, ose s'mund t'i marrim dhe fare. Por 85 kg minimalisht ajo do t'i konsumojë për vete. Sido që t'jetë. Ato punojnë për vete? Që jemi sklavë aty. Ua, kisha mendim krejt ndryshe. Ajo që më kam vënë në të gjitha bisedat që kam patur me bletërisë, me njerëz të ndryshëm dhe amator, është se ju keni një respekt të papar për bletën. Nuk thoni ngordi, po thoni vdiq. Po, ne e konsiderojmë bletën me shpirt, prandaj themi vdiq. Është kanë të vetmet insekte. Të vetmet insekte, edhe kafsh, edhe insekte që thuhet vdiq. Është e vetmja bletë. E konsiderojmë të shenjtë. Për këtë arsye themi vdiq. Dhe nuk lejojmë njeriu që kur e dëgjojmë që ai thot ngordi, jo, nuk ngordi. E shikoj që e korrigjoni. Gjithmonë. Nuk e pranojmë faktin që të themi ngordi. Vdiq, është e shenjtë. Për bletarin bleta është e shenjtë. Shikoj që kosheret e bletëve ju i lyeni me ngjyra. Pse i lyeni me ngjyra? Çfarë kanë?
Nuk mund të bëhet të zeza për shembull që gri. Po i shikoni roz, boqelli, të bardha, të verdha. Normalisht bleta i njeh shtëpinë e saj, pavarësisht se del ka nektar, sjell ushqim, edhe nëse janë një ngjyrë ajo do ta gjej. Me anë të feromoneve e gjen kosherën e saj. Por ne i luajmë me ngjyra për të bërë edhe pak kolorit që parku të duket më i bukur. Një shumë ngjyra që mund të shohësh te parku është më tërheqës se sa një ngjyrë. Një ngjyrë nuk të jep ndonjë tërheqje shumë të madhe. Kurse me shumë ngjyra, shumë kolore të duket më interesante ta shohësh. Okej. Të kanë piskuar ndonjë bletet? Që të kenë bërë daulle, them, daulle sa herë duhesh. Pafund. S'ke alergji? Jo, fatmirësisht nuk kam alergji. Kam provuar që i vogël, në vëndon kur merrte babai në përparqet e bletëve që lëvizte në Korçë, në fshatrat e Korçës, dhe mbaj mend sekuenca të vogla që më kanë ngel në mendje, mund të kem qenë diku 4 ose 5 vjeç. Dhe atëherë mbaj mend to pickimet, edhe ato punët që më jepte të ndihmoja atë, pickimet po pa problem. Do të thënë kam kaluar testin, i mbaj mend ato se ishin të dhimbshme atëherë në fillim, pavarësisht të dhimbshme janë gjithmonë, po tani mësohet trupi dhe nuk i ndjen dhe aq shumë. Do të thënë është normale. Vetëm shumë t'i japin, mund të t'japin pak temperaturë. Unë pak më parë, për korridoret e ambienteve të kompanisë suaj, pash një fotografi të një arke municioni që bletët kishin bërë folen e tyre koshere, të improvizuar, kishin bërë pitjen e tyre. Në vitin kur ka ndodhur kjo? Kjo ka qenë në vitin 1997. Në kohën kur në Shqipëri pati një shkatërim të forcave të armatosura të ushtrisë dhe njerëzit shkuan shkatruan repartë ushtarake dhe morën armë, fishek, të gjitha. Dhe ka qenë në një fshat këtu afër, që ai në një bodrum ku kishte shumë gjëra, kishte fut darkat me fishek. Po aty ishte shumë vështirë për të hyrë te ky bodrumi se ishte jashtë shtëpisë, po ishte një vend si fshet, që e përdorte vetëm për të. Dhe vajte ti bëj fotografi. Dhe me zor hynte aty. Dhe në momentin që shkon të merrte arkat me fishek ai për të gjuar, çefi ti çfarë do bënte? Shikon që aty kishte shumë blet dhe nuk hynte dot. Dhe del, vjen, kontakton me babain, ishim bashkë dhe tha, shko se mundova ty të marr sa ushqime që më duheshin, po kisha shumë blet aty, hajde më shiko çfarë do bë. Shkojmë ne shohim, aty ishte blet plot, gjithë ishte mbush me blet. Kthehemi, pra marrim aparatin fotografik, se s'kemi pas celular dhe kamera të momentit, po marrim te shtëpia aparatin fotografik dhe shkojmë bëjmë një foto. Kur hym brenda, pam gjysbritën poshtë bodrumi që kishte ky, shikojmë që te arka e fishekut e hapur, ishin futur bletët në mes të fishekëve dhe kishin bërë ato kornizat me hoje. Dhe kjo ishte një domethënie shumë të lezetshme ose me sens që bleta nuk lejon luftën. Kjo vjen si moral. Si morali i fablës ose i fotos që ju e pat aty. Unë kam parë ca fotografi të rastishme në faqen tuaj në Facebook edhe në Instagram që vjen dhe turistë kjo. Turistë huaj. Është për pikë atraksioni dhe kjo në Korçë siç është pazari i vjetër, siç janë muzeu etnografike këto vjen dhe këtu te kjo. Po, mund të them është vërtet është bërë pikë atraksione dhe vizitohet jashtë mase nga turistët. Mund të themi që jemi nga pikat e vetme që ofron Korça që ne kemi një fluks kaq të madh turistësh. Kjo nuk është ngritur brenda një dite, po janë vite që ne kemi punuar, duke filluar në fillim me nxënësit e shkollave, që vazhdojnë dhe vinë ata, me studentë universitetit, me grupet e ndryshme që amator bletëritës, që kanë ardhur nga Shqipëria dhe nga vendet e huaja, që na kanë vizituar dhe kjo na bëri që ne atë mikpritjen të fillojmë ta zhvillojmë dhe ta japim akoma më ngrohtë te njerëzit që vinë dhe vizitojnë. Dhe grup mbas grupi të turistëve filloi dhe u zhvillua shumë. Dhe tani kemi jashtë mase vizitor, mund të them se çdo ditë kemi grupe turistësh. Dhe kanë të ndara kompanitë që bëjnë këtë turistike që bëjnë guidën, e kanë të përcaktuar Korçën dhe Moravën patjetër. Nuk ka kuptim që të bësh Korçën mos e vizitosh kompaninë Morava. E kanë të mbyllë që një vit para, sepse agjenda bëhet një vit para se çfarë do vinë një vit mbrapa grupet e turistëve. Në një histori të çuditshme me këta turistët, ku ka qenë një gjë e bukur që të ka bërë përshtypje ty nga këta? Një gjë e jashtëzakonshme. Po të jashtëzakonshme, tani secili ka historinë e tij, sepse ata vinë nga vende të ndryshme, të Europës, Gjermani, Angli,
Franca, Belgjika, Italia. Më të largët nga kanë qenë? Arab kemi, nga Amerika kemi pas shumë, nga vendet arabisë kemi pas Australia? shumë. Australia kemi, nga Australia këshim pardje. Nga Kina? Nga Kina, po, nga Japonia kemi pas shumë, nga Izraeli shumë. Në vitin e fundit më pak, ndoshta për shkak të luftës që është aty dhe nuk është vizituar, po vitet e mëparshme kemi pas shumë grupe. Do thënë imazhi i mjaltit shqiptar dhe i kompanisë morave shumë i hapur në këto vende që unë po them. Sepse ata marrin e shohin vetë dhe marrin një imazh shumë të mirë nga çfarë ne ofrojmë dhe mikpritja jonë dhe e transmetojnë te njerëzit, sepse ka pas grupe të tjera që kanë ardhur dhe ata e kishin marrë indicje nga ata që kanë qenë para dhe i kishin thënë që shkojnë, nëse do shkoni në Shqipëri, do vizitoni këto vende, mos lini pa vizituar dhe këtë të mjaltit. A është e vështirë që një njeri të bëhet bletëric? Është. Sepse duhet të kesh pasion. Nëse ti nuk ke pasion, nuk bësh. Nuk mund të bësh dot për se të kapi për forcë ose për se situata. Bleda është pasion. Dëgjoj që mund të mbajnë edhe në qytet. Bletë urbane, po patjetër. Ka. Mbajnë kosherën në balkonet e shtëpisë, në terracet e shtëpive mbajnë. Janë pasionantë, janë amatorë që kanë qejf të merren me bletën dhe merren. Nuk është ndonjë gjë. Por duhet ta kesh pasion, sepse bleta të tërheq. Është e vërtetë që kemi mjalt të hidhur? Po. Mjalt kujt është mjalt i hidhur? Mjalti koçimares. Mare koçimare që them ne. Mare koçimare është mjalt që kur del në atë kohë që del ajo është mjalt monoflor. Sepse del në kohën tani në tetor, nëntor, në dhjetor ka raste që çel koçimare dhe është monoflor që është vetëm ajo lule dhe është shumë i hidhur. Po gjithashtu e ka dhe lagështirën shumë të lartë, sepse normalisht e lagështira në ajër, tani në periudhën e vjeshës dhe dimrit gati, është me lagështirë vetë ambienti është me lagështirë të lartë. Dhe ai mjalt ashtu del dhe duhet të mbajt vetëm frigorifer sepse thartohet. Nuk prishet, nuk e gjen asnjë gjë, vetëm thartohet nga lagështira e madhe. Ju shisni mjalt të tillë keni? Po grumbulloj dhe tregtoj. Por e mbaj vetëm në frigorifer. Nuk mund ta mbaj kudo, sepse konsumatori gënjehet nëse e mban në temperaturë dhome, do t'i thartoj, do thotë çam ke dhënë kështu më valla, se nuk është mjalt, po realisht është mjalt. Edhe me vlera shumë të mëdha ushqyese. Të gjithë mjaltjat ngrin në dimër? Jo. Jo, 90-95% e mjaltave që prodhohen në Shqipëri. Se thonë duhet të ngri. 90% duhet të ngri, 90-95% gati duhet të ngri, të kristalizohet. Por ka dhe mjaltave që nuk kristalizohen. Mjalti i gështenjës nuk kristalizohet, ka mjaltare të agrumeve nuk kristalizohen. Është në varësi të mjaltit. Kurse kryesisht mjaltare të shumë lulesh, mjaltare të tërfilit kristalizohen. Mjalti më i mirë në botë, të themi. Sepse unë kam parë tek ju që kishte edhe mjalt me flori. Po. Jo se e ka bërë bleta me flori. Jo. Kuptoj që ka bërë, por te kam fjalën, kush konsiderohet mjalti më i mirë në botë? Mjalti më i mirë në botë është ai mjalti që prodhoj këtu te ferma unë, nga bletë e mia. Ky është më i miri në botë. Më i miri për mua. Do të thënë ne kemi ardhur në qendër të botës tani. Për mua. Secili që prodhon mjalt, çdo bletëritës, mjaltin që prodhon ai e ka më të mirin. Më të mirin se të gjithë tjerët. Nuk e shan dot. Nuk i thot dot që ti s'ke bërë mjalt të mirë. Nuk ke shans ti thuash. Po nuk shahet sigurisht. S'ke shans ti thuash që ti s'ke bërë mjalt të mirë. Po jo, nuk as ne nuk të shem, jo. Jo vetëm mua, po bletëricën në përgjithësi. Mjalt, bleta bën vetëm nga lulet apo edhe nga diçka tjetër? Mjalti quhet produkt me origjinë shtazore, sepse vjen edhe nga lulet, po vjen edhe nga insektet që prodhojnë një lëng ose lëngu i këtyre insekteve, i drurve. Për shembull i kujt? Druri. Pisha, lisi. Po sepse pisha nuk ka lule. Jo, s'ka lule. As lisi s'ka. S'ka. Pra ka insekte të tjera? Insektet që janë që në trupin, në trungun e lisit ose të pishës që lëshojnë një lëng. Lëshojnë lëng dhe bletët shkojnë aty. Bleta e merr e përpunon. E përpunon. Pra nuk është lëngun, mjalt nga lule. Jo, ai s'është as nektar mund thuhet, po është lëng që ato e nxjerrin nga trungu se s'po e them më shumë. Po. Sa jeton një blet? Një punëtore, një blet punëtore. Një blet punëtore jeton 40-45 ditë në verë. Që ka fluksi më të madh të punës dhe aty ajo jep maksimumin
për të sjellë nektar, për të punuar të gjitha punët që për 45 ditë, sa mjaltë nxjerr ajo vetë? Ja kanë matur, e kanë arritur? E matur. E bën një lugë gjelle? Jo. Një lugë kafe? Jo. Nuk bë kaq shumë? Jo, nuk e bë. Tani dhe mjalti që bëhet, nuk është se e bën një blet mjaltin. Të zën vetëm një nektarin që merr nga lulet bleta, e merr e depoziton tek hojet, po, dhe ajo kalon në 5 ose 6 bleta të tjera ai nektar. E merr një, e përpunon në stomak, e nxjerr e depoziton te hoja. Pastaj e merr një tjetër, e përpunon dhe ajo e depoziton dhe ajo. Kalon në 6 blet. Një pikë mjalt që ne marrim nga një hoje. Që nga punë e pafundme. Po megjithatë, ata që kanë studiuar, nuk e di, thonë që organizimi që kanë bletët në koshere, zorë se gjenë shoqëria njerëzore aq të mirë organizuar. Është organizimi perfekt që mund të ketë një shoqëri. Sepse aty është një mbretëresh që komandon të gjithë mbretërinë dhe gjithë mbretëria shkon pas asaj. Nuk ka njeri të dytë që vendos se çfarë duhet bëhet aty. Zëri si dëgjohet me wireless, me çfarë i komandon? Ja ka dhënë vetëm me lëvizje, me ka dhënë Zoti ose natyra që ajo është komandantja e asaj kolonie, e asaj mbretërie. Nëse largohet mbretëresha, ajo koloni ka mbaruar. Dhe organizimi është perfekt, i kanë detyrat e ndara. Një bletë gjatë jetës së saj nuk bën vetëm një detyrë, bën disa detyra. Mbretëresha ka të përcaktuar, bleta punëtore. Bleta, po. Mbretëresha ka detyrë vetëm të bëj të mbaj mbretërinë, të bëj sa më shumë vezë, që ta ketë mbretërinë e fuqishme të madhe. Kjo është detyra e mbretëreshës. Kurse bleta punëtore kalon në shumë stade, procese pune që bën gjatë gjithë jetës së saj. Ajo bëhet mami, që ushqen të vegjëlit, ajo bëhet rojet e dera, ajo bëhet e dera që mos hyjnë agent tuaj ose insekte të tjera, ajo shkon gjen nektarin, ajo shkon e merr nektarin, procesi tjetër, merret me shumë procese. Ajo bën qumshin e bletës, ajo bën dyllin, pafund punë që i ka të ndara në çdo sekuencë të jetës së saj. I ka të përcaktuar se çfarë do bëj. Nuk mund të ngatrojë radhën e këtyre proceseve të punës që bën gjatë jetës së saj. Ka dhe meshkujt, ndërkohë, dronët, që puna atyre është shumë e pakët, thjesht ata rinë dhe konsumojnë produktet që bletët punëtore bëhen, dhe në vjeshti përzejnë pastaj se nuk i duhen më. Mire pas kanë. Po... Dhe diçka, bleta në veri tonë 40-45 ditë, ndërsa në dimër ka një kohë zgjatje më të madhe, mund të shkojë deri në 6 muaj, sepse nuk konsumohet. Është dori brenda kosherës në formë lëmshi, dhe nuk konsumohet që të dalë të fluturohet, të konsumohen krahët, ushqimet. Rinë ngrohtë aty brenda. Rinë ngrohtë dhe konsumohet. Kanë temperaturë konstante brenda? Konstante. Është një temperaturë konstante që nuk duhet ta ndryshojë dhe rinë me frymën njëra tjetrës e mbajnë temperaturën të njëtrajtshme konstante. Lëvizjen sa për të ngrënë ushqim të hojë dhe rinë prapë lëmsh, që quhet lëmsh i bletës. Shikoj forma të ndryshme të vazove që keni këtu. Midis tyre shikoj dhe hoje të vogla, që keni vënë ato paketimet e vogla. Shikoj këto paketimet, këto janë produkte të reja që kemi nxjerrë. Produkte të reja? Po. Kjo është plastik? Është plastik e riciklueshme. E riciklueshme? E riciklueshme. E prodhuar enkas për ushqim? Për ushqim. Nuk krijon mbetje, nuk krijon problemet e produktit që është brenda. Është me tre shtresa që edhe nga agjentë huaj, nga temperatura dhe nga dielli nuk i krijon probleme atij produktit. Dhe mbas një farë kohe ajo degradon si produkt, do të thënë ambalazhi. Edhe sikur ta hedhësh në natyrë? Po, në natyrë degradon. Ka kërkesa ka? Është produkt që kemi lançuar tani shumë shpejt dhe shoh që ka interes goxha të madh, sepse është një produkt i specifikuar për fëmijët, për sportistët dhe njerëzit që pëlqejnë natyrën, që duan të ecin, të shkojnë në male, të ecin në natyrë, të vrapojnë, dhe këtë është një produkt që ti mund ta mbash në xhep dhe nuk të krijon ose në çans të krijon asnjë lloj problemi. Dhe në momentin që shikon ta fillon të bien energjit, lodhesh, nuk ke më atë freskinë e fillimit të lëvizjes, të vrapit ose ekskursionit që mund të bësh, pak mjalt, që është mjalt special, dhe ti mbushesh me energji dhe vazhdon atë detyrë që ke nisur ose punën, ose vrapin. Kuptoj. Këto ambalazhet ku i merrni? Prodhohen në Shqipëri, apo nga jashtë, si bëhet? Ambalazhet e produkteve nga jashtë. Nga jashtë.
Kushtojnë? Janë të shtrenjta? Normalisht kushtojnë. Nuk ka në Shqipëri. Nuk kemi industri të tillë. Jo. Kemi pasur, por kemi shkatruar. Ne detyrohemi të blem në Itali, në Gjermani, kryesisht ku i marr vetë këto. I sillni që janë. Po është nga qelçi në cilësitë më të mira, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Emalimi i qelçit duhet të jetë në atë nivel që edhe produktin ta ruaj shumë mirë. Pra ka qelç specifik, po të themi ti? Emalimi specifik, po duhet të jetë i emaluar qelçi në atë formë që ta mbaj sa më mirë produktin, që mos krijoj bashkim ose mbetjet e ndoshta nga kapaku ose nga agjentë të tjerë. Kam parë për hotele hoje të mëdha, që presin aty ata që anë mëngjes e kështu. Ju jepni hoteleve të tilla, bëni për hoteleri? Jo, ofroj. Shumë hoteleve në Shqipëri, mund të them hoteleve me 5 yje kryesisht. Se ata e kanë dhe standard. Hoteleve me 5 yje që janë në Shqipëri, unë i ofroj nga këto kornizat e mëdha me mjalt. Që klientët ose turistët huaj kur vinë të njihen me produktet shqiptare dhe të shijojnë produktet shqiptare. Është problem kjo pjesë faktikisht, sepse përveç atyre dhe formatet e vogla që ne i ofrojmë hoteleve, gjithmonë njerëzit priren te lira, te produkti lirë që vjen nga importi. Dhe normalisht ndoshta mund të jetë me kosto më të lirë në Shqipëri që prodhohet, por është një produkt që një huaj kur vjen do të provoj produktet e vendit, të njohë shijet dhe cilësinë atyre. Dhe kjo është problem me këto subjektet që ne i çojmë produktet tona, që duhet të mbushim mendjen atyre fillimisht, subjekteve që duhet të mbash produkt vendi. Sepse përveç se ai huaj kush vjen ose turist kushdo që të jetë, njihet me shijet, me produktet e vendit, mban në punë edhe shumë vetë, shumë fermerë të tjerë, që nuk e çojmë atë jashtë, ato të ardhurat, po e mbajmë këtu. Okej, ta folët shumë për mjaltin. Është punë e rëndë bletritës? Është punë e mirë, e kënaqshme. Është punë e rëndë pyeta? Varet. Ngrë pesha? Patjetër. Është, po. Po është punë që nuk është konstante gjatë gjithë vitit. Normalisht keni edhe ditë pushime? Jo, periudha e verës është më e ngarkuar për bletarë. Duke filluar që në pranverë, vera dhe pak në vjeshtë. Dhe pastaj të bie që periudhën e dimrit je rahat, je pushim, nuk do merresh shumë me bletë, po do merresh duke bërë planet e vitit tjetër, duke bërë kornizat, kosheret gati, punë me thjeshtë. Vera është e ngarkuar. Ka edhe ngritje me pesha, ka pickime pafund bletësh, ka edhe një gjë që bleta të do ti të punosh në verë, po do të punosh edhe në mes të ditës. Atëherë kur piku diellit është më i fortë. Këtë do të pyesje tani. Pse në mes të ditës në orën 1, 2 të drekës kur piku i vapës ju jeni te bletët? Sepse ajo është koha më e mirë për të punuar me bletët, që ti nuk e gjen një koloni të plot në koshere brenda koshere, sepse ato kanë ikur. Kanë ikur bletët që të kërkojnë nektar, kanë ikur dhe bletët që mbledhin nektar. Dhe kolonia është shumë më e pakët se sa mund të jetë dhe nuk është agresive. Nëse do të gjithë kolonia brenda ti në mëngjes ose në darkë ke shumë problem të punosh sepse ato bën më agresive që nuk të lënë. Ajo kënga që themin ande nga jugu doli hëna për kusar dil më hën, ju delin mes të ditës. Mes të ditës, në mes të vapës. Ai dutët e mjaltit janë ditën, jo natën. Me maska të vënë në kokë që edhe oksigjenin, ajrin e keme shumë vështirësi për ta marrë, po ajo është koha më e mirë për të punuar. Edhe tymi që i bëni tymi për të patjetër, tymi për t'i larguar. Po mirë se na duken si jashtëtoksor disa që mbulohen me blet. Kur ajo rojit, si thoni, dhe kur ikën, del... Rojit, kështu i thoni. Ndahet kolonia. Ndahet kolonia. Mbretëresha që është me e vjetër, le kolonin dhe ikën. Jo kuptoj, është aftësia e këtij personi që mbulohet me blet, apo është pafuqia e bletëve për ta pickuar atë? Kjo ka diçka, domethënë ka të bëjë edhe te pjesa e qetësisë që ruan ti, nëse ke në trupin tënd shumë bletë që fillojnë të lëvizin. Por nuk është ndonjë gjë e frikshme, si mund të duket, sepse bletët në momentin që ato pretendojnë dhe mblidhen për të rojitur, domethënë ndajnë mendin se do ikin, do ta lënë kosherën, dhe ato do ngarkohen me depozita mjalti, ushqimi, sepse i pret një ditë e vështirë nesme pas nesme, që nuk kanë ku të gjejnë këto ushqimin depozita dhe kështu që ato ngarkohen shumë. Dhe kjo nuk i le, kjo ngarkimi me depozitat, nuk i le që të nxjerrin të humbin dhe të pickojnë. Ajo mund të rinë në trup, mund ta vendosh në trup, por nuk të pickon, ka shumë të vështirë të pickojë. Se është e ngarkuar. Është e ngarkuar, nuk ka çfarë të bëjë. Nuk e ka ti duhet të jesh shumë i qetë që ti vendosësh të gjitha ato. Është më shumë anë qetësie, ti jesh
Se ka kohën për sherrë që themi ne. Jo, e ka E ke gjithë kohën kohën për emigrim. për emigrim. Nuk E ka do të mundi dhe. ka marrë vizën do Do ikë. ikë, nuk ri. Mendoni që këtë traditë të ngritur ta pasoni të fëmijët tuaj, tek brezat tjetër, ja vlen Shpresoj. të vazhdoj kjo punë? Them të drejtën, është një punë shumë e lodhshme. E bukur është të punosh me bletën, po të merresh të bësh gjithë ciklin Që bën ju? që domethënë duke marrë me paketimet, me ambalazhimet, me shitjet, me eksportet, me të gjitha. Mjalti është një produkt që ecën shumë ngadalë. Nuk ka ndonjë curi të madhe. Duhet të shes, domethënë duhet të punosh me shumë klient, duhet të bësh shumë eksporte që të kesh diçka, të ngelet diçka. Se nami është i madh. Po, është një biznes me një risk shumë të madh. Shpresoj që ta vazhdojmë traditën në familjen tonë, por dhe nuk mund të ndërhydhe shumë te pjesa se çfarë mundohem të kulturoj fëmijët e mi, që ta që vazhdojmë. të ngelen te kjo, ashtu siç ka bërë prindrit e mi me mua, që unë mendova dhe e pash më të arsyeshme që të vazhdoj këtë traditë, atë shpresoj ta kaloj dhe unë te fëmijët e mi. Me shumë dëshirë do të doja ta bëja. Ju keni ato paketimet e vogla, ato që janë që i japin në çaj, në për restorante. Formatet e vogla, monoporcione. Po shikoj që janë 10 gramshe, ca 15, ca 25, nga si varet ajo, po nga porosia që bën vetë ai. Porosia që kërkon klienti. Formatet që duan të përdoren në mëngjes te hoteli ose për çajin që përdorin lokale. Do të thënë ata që përdorin për konsum në hotel për mëngjesin e duan formatin pak më të madh, 20 gram, 25 gram. Kurse për çaj përdorin formate më të vogla. Jam i sigurt që na shikojnë zonja tani. Patjetër. Dhe ato janë zonja jam me ju, këtë çast do po bëj pyetje për juve tani. Në dietat e tyre mund të përdorin mjalt? Po, mund ta përdorin. Apo keni mjalt dietik? Jo, nuk e. E thash. Kjo është, nuk ka mjalt dietik. Nuk ka. Nuk ka mjalt dietik. Ka mallë se mos ndoshën, së shalli aty. Po tani në mënyrë të moderuar, po ta përdorësh, nuk është se të krijon. Po ti thoni moderuar, se mund të haj. Po varet nga personi se e quan moderuar. Se mund të haj 1 kile dhe thotë unë po ha. Angra pak. Shumë pak. S'pas ka lajmë të mirë goca. S'pas ka dietik. Ja, ke energji. Mirë, këto mos i ndani. Kur denim palestër, ato që shkojnë. Këto janë shumë të mira. Njerëzit që vrapojnë, njerëzit që shkojnë në male, ekskursione, kalamajt. Fëmijët duhet i përdorin, mos përdorin çokoladë, ëmbëlsira pafund, por mund të hanë mjaltë që ka bërë bleta natyra dhe Unë të falenderoj shumë, sepse jemi në ditë e fundit të muajit tetor. Është era e parë që ne bëjmë një podcast në natyrë. Nuk e di nëse do bëjmë të tjera, por sot përkon data 25 me një fest tjetër. Një fest që ne kemi festuar para shumë viteve, është 25 tetori, 1970, ka qenë fest e dritave. Dita që u elektrifikuar Shqipëri. Prandaj me drita sonde. Nuk e bëm ditën, po e bëm me dritë. E festuam sonde këtë. Një gjë shumë e bukur. Unë të falenderoj shumë që na prite këtu, të urojmë suksese, mbarësi, ushtofshin, dhe shitësit sa më shumë mjalt. Zonja dhe zotrinj, këtu po e përfundojmë këtë podcast, duke u takuar në podcastet e tjera. Mirupafshim. Faleminderit.